Përshëndetje, në këtë video do prezantohem me platformën e DocuSign. Nga një kërkim shumë i shpejt në Google, ne shohim një informacion të shkurtër mbi DocuSign. DocuSign është një platformë e cila bën mundur menaxhimin e marrëveshjeve në mënyrë elektronike dhe firmosjen e tyre në mënyrë elektronike. Ne klikojmë mbi faqen zyrtare të DocuSign, ku do ngarkohet i gjithë informacioni dhe do na prezantohet. Dhe përmes faqes zyrtare ne mund të kërkojmë edhe informacione të ndryshme. Shikojmë që në products, shikojmë që ofron firma elektronike, bën mundur pagesat, marrëveshje të ndryshme ose në tërheqëzime elektronike. Gjithashtu në plan and pricing, ne shikojmë që ka disa paketa të ndryshme, të cilat kanë çmime të ndryshme, por kanë edhe feature ose opsione të ndryshme që ofrojnë. Përveç kësaj ka edhe një option për real estate, që janë paketa që janë të dizenjuara vetëm për agjencitë imobiliare dhe sipas nevojave të biznesit ju mund të përcaktoni se cila nga këto paketa është e përshtatshme për nevojat tuaja. Ne për këtë orë ose për këtë seancë do përdorim një free trial ose janë llogari falas që hapen për një periudhë të caktuar dhe që ju mundëson që të punoni në DocuSign dhe të familiarizoheni me disa nga funksionet e saj. Në try for free, neve na jepet mundësi që të krijohet një llogari në DocuSign për 30 ditë. Nuk kërkohet një kartë krediti, por kërkohet një adresë emaili dhe mund të kërkohet edhe një numër telefoni. Hartimi i një llogarie në DocuSign është i thjeshtë dhe ju jep mundësi që të praktikoheni disa nga funksionet që ju mund t'i shikoni edhe në video, të në të njëjtën kohë të navigoni dhe të kuptoni edhe më qartë se si kjo platformë funksionon. Atëherë kthehemi edhe një herë, unë tashmë kam ndërtuar llogarinë time në free trial dhe ju inkurajoj që edhe juve të keni një llogari në DocuSign. Në login, logohemi dhe unë i kam ruajtur informacionet dhe hapim faqen kryesore në DocuSign. Tani jemi në home ose në faqen kryesore dhe në këtë opsion është i klikueshëm, mund të përzgjedhim firmën tonë elektronike. Këto janë firma që janë ndërtuar automatikisht nga DocuSign dhe mund ta përzgjedhni se cilën nga këto firma mendoni që është më e përshtatshme për juve. Mund ta vizatoni, që do të thotë keni mundësi të krijoni një firmë, gjithashtu edhe inicialet, ose mund ta uploadoni që në këtë rast mund të jetë një firmë që ju e keni ndërtuar dhe thjesht e ruani, uploadoni në sistem dhe e ruani. Në këtë rast unë kam bërë përzgjedhjen dhe thjesht e kam ruajtur në platformën time. Në AP, që në këtë rast janë inicialet e emrit tuaj, është një My Preferences. Ka disa opsione, por ajo për cilën unë do ju shpjegoj është te kontaktet. Në Add Contacts ju mund të shtoni klient ose kontakte të ndryshme, të cilët janë të përfshirë në procesin e firmosjes ose në marrëdhëniet me biznesin tuaj dhe në momentin që juve i shtoni si klient, ju jep mundësi që kur të hartoni zarfet ose dokumentet për firmosje, ju thjesht i përzgjidhni nga lista e klientave që tashmë janë të ruajtur në DocuSign. Required field ose informacioni i detyrueshëm për të regjistruar për klientët është emër, mbiemër dhe adresë emaili, pastaj ju mund të shënoni dhe informacione të tjera në varësi të llojit të kontaktit. Tu tashmë është ndërtuar gjithë lista e klientave, ju mund t'i editoni ose mund t'i fshini apo t'i shikoni, apo dhe t'i bëni share këtyre klientave ose informacionit të këtyre klientave që ju i keni të ruajtur në DocuSign. Siç e thash më përpara, kjo është një formë e nevojshme që të bëhet paraprakisht përpara se të fillohet me procesin e hartimit të firmës ose formulimin e envelopit ose përgatitjen e dokumentit për firmosje. Përveç pjesës së firmës, krijimin e firmës dhe regjistrimin e kontakteve në DocuSign,
Në agreements, po të klikoni, ju shfaqet një form që është pak a shumë si emailët, dhe këtu ne shikojmë pak a shumë emailët që janë shkëmbyer për dërgimin e dokumentave dhe statusin e tyre, ku jep një informacion se në çfarë statusi është secili dokument që ne kemi dërguar. Më pas janë templatet. Templatet janë të rëndësishme, thjesht të zojnë procesin e punës. Unë nuk kam të drejta për të krijuar template, sepse duke qenë se jam në një version falas, unë i kam përdorur të gjitha limitet, domethënë për të gjithë numrin e templateve që DocuSign më lejon për ta përdorur për këtë lloj llogarie. Por për ta ditur që ju për shembull mund të ngarkoni një kontratë ose një model formë autorizimi që është në këtë rast, duke qenë se ju këtë e përdorni shpesh, mund ta krijoni, ta dizenjoni dhe ta lini gjysmëgatshme, që në momentin që do ju duhet thjesht mund të shtoni elementet specifike dhe të ndërtoni një envelope, ose mund të ruani dhe emailë gjysmëgatshme. Kjo është për templates, pastaj janë raportet ku zakonisht shikojmë, ka një dashboard, shikojmë çfarë ka ndodhur para shumë me envelope, që në këtë rast envelope është në këtë rast një dokument i dërguar për firmosje, envelope ka edhe një numër specifik ID-e, dhe shikojmë se sa envelope kemi dërguar. Shikojmë një raport mbi gjendjen e tyre dhe në momentin në cilën jemi duke përdorur akoma më shumë DocuSign, kemi më shumë informacion dhe raportet gjenerojnë më shumë të dhëna. Dhe jemi mbritsht. Dhe këtu jep një informacion edhe mbi statusin e envelopeve që dy për momentin janë në proces pritjeje. Dhe këtu mund të menaxhoni profilin. Ku ju mund të ndryshoni, mund të vendosni informacionin tuaj më të detajuar ose mund ta përditësoni në varësi të nevojave që ju keni nevojë që t'i shënoni në DocuSign. Kjo është pjesa e parë, ndërsa në pjesën e dytë do shpjegohet edhe pjesa e ndërtimit të envelope ose përgatitja e dokumentit për firmosje.